Po ka njerëz që mund të mendojnë se ky klasifikim do të thotë se njohuritë e dynjas nuk janë aq shumë ose njohuritë pra shkencore nuk janë të dobishme ose nuk duhet. Padyshim që ky klasifikim nuk e ka këtë kuptim. Po si mund t'i përgjigjemi këtyre? Faktikisht ata përpiqen ngatrojnë njerëzit dhe hedhin fjalën që këta që i ndajnë njohuritë në dije feje dhe dije dynjoje, këta duhen me thonë, domethënë që nuk duhet shkenca. Nuk duhet përvoja e njerëzimit, domethënë në çështje të dobishme. Këta duhen me thonë që nuk nevojitet njohuri shkencore, nuk nevojitet njohuritë mjekësore, njohuritë inxhinierike, matematike e kështu me radhë. Akuzojnë muslimanët për laik, pastaj duan të justifikojnë akuzën e tyre ekstreme. Dhe gënjejnë realisht, kjo është një gënjeshtër. Sepse njohuritë e dynjos ndahen në njohuri të dobishme, të nevojshme, madje ka dhe njohuri në çështje të kësaj bote, të cilat janë farz kifaje. Ka edhe njohuri ose dije që nuk janë të tilla. Kështu që ato që janë të dobishme të nevojshme, hyjnë ke dije dobishme. Dhe profeti është lutur Allahut për dije dobishme. Dhe që ta ruaj nga dija që s'është e dobishme. Dhe nëse njeriu i nxjerr këto dituri me një të mirë, me shpërblim tek Allahu, ato konsiderohen vepër për cilën njeriu merr shpërblim tek Allahu, se do çështje të jetës. Po hyn dhe njohuritë e kësaj bote, nëse njeriu bën me një të mirë, shndërrohen në vepra për të cilat njeriu merr shpërblim tek Allahu. Dhe në këtë aspekt ne mund të klasifikojmë domethënë që vepra ahireti, me të cilat njeriu merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ka njohuri të kësaj bote që padyshim janë dobishme, janë të nevojshme, dhe varet se për çfarë shërbejnë si mjet njohuritë e kësaj bote, që janë të nevojshme dhe dobishme. Për shembull, njohuritë që shërbejnë njohurive fetare, njohuritë Kur'anit dhe Sunetit, siç janë njohuritë gjuhësore. Këto kanë gjykimin e njohurive fetare. Dhe ai që i studion ato merr shpërblim si ai që studion njohuritë e Kur'anit dhe Sunetit. Njohuritë mjekësore kanë shpërblim, domethënë e kanë gjykimin si përfundimi apo qëllimit që kanë për shpëtimin e jetës, për mbrojtjen e jetës, për kontributin, për kujdesin për jetën. Dhe padyshim ata që kujdesen për jetën kanë shpërblim tek Allahu i Lartësuar, nëse e bëjnë me një të mirë këtë, me qëllim të mirë. Njohuritë ushtarake janë mjet për xhihadin e lishëm, flasim për ato sjelljen e dëmshme dhe të keqe, organizatat e këqija që kanë keq shpjeguar dhe keq përdorur xhihadin. Po flasim për xhihadin e lishëm në Islam. Njohuritë ushtarake që shërbejnë për këtë çështje madhore, e kanë gjykimin e xhihadit nuk të Allahut subhanahu wa taala. Dhe shpërblet e njeriu që e bën, që i studion me një të mirë apo që i merr me një të mirë, me këtë shpërblim. Njohuritë ekonomike kanë gjykimin si ajo për cilën janë mjet. Pra, pasuria halal, e dobishme, e mirë. Nëse njeriu këto njohuri i merr me një të mirë, nëse njeriu përpiqet të marrë pasuri, të fitoj pasuri me niyetën e mirë, pasuri halal dhe e shpenzon ashtu siç duhet, ky njeri merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, sikur që dihet pra njohuritë e nevojshme dhe të dobishme, duhen parë sipas asaj për cilën përdoren apo sipas asaj për cilën ato janë mjet. Dhe me një të mirë njeriu shpërblet për to tek Allahu subhanahu wa taala. Ka njohuri të kësaj bote të cilat janë farz kifaje. Mirë po, domthon ato njohuri që janë farz kifaje, domthon përmbushjen e tyre, përmbushja e tyre është përgjegjësi e shtetit, nuk është përgjegjësi individuale.